Agjentët doganor të Shteteve të Bashkuara nisin të shtunën mbledhjen e tarifave doganore për 10% të vendosura nga presidenti Donald Trump për të gjitha importet në ndonjëherë vëndësh, ndërsa nga java e ardhshme pritet të hyjnë në fuqi dhe tarifat doganore më të larta për mallrat nga 57 partnerë të mëdhenj tregtar. Tarifa fillestare bazë për 10% hyrin në fuqi në portet detare, aeroportet dhe magazinat doganore të SBA-s në orën 00:01 të mëngjesit në orët me SBA, duke shënuar një festë të madhe nga sistemi i pas luftës së dytë botërore për tarifat doganore të dakortuara mes vendeve. Njoftimi i Trump për tarifat i bërë të mërkurën tronditi tregjet botërore, duke fshirë $5 trilion nga vlera e aksioneve të kompanisë SEP 500 deri në fundjavë, rënja më e madhe ditore ndonjëherë. Çmimet e naftës dhe mallrat të tjera randjeshëm, ndërsa investitorët u drejtuan nga bonot shtetërore si mjes sigurie. Ndër vendet të tjera të prekura të parat nga tarifat doganore 10% janë Australia, Britania, Kolumbia, Argentina, Egjipti dhe Arabia Saudite. Sipas një buletini të doganave dhe mbrojtjes së kufirit në SBA, nuk ka një lehtësim as nga mallrat që ndodheshin ende në det në momentin e hyrjes në fuqi të tarifës. Megjithatë, për ngërkesën që janë nisur me avion ose anijet para orës 00:01 mëngjesit të së shtunës, është bërë një periudhë 51 ditore lehtësim. Këto mallra deri të mbërrinë në SBA deri në 7 janar për të shmangur tarifat doganore 10%. Po në orën 00:01 të mëngjesit të së mërkurës hynë në fuqi tarifat e reja reciproke që variojnë nga 11% deri në 50%. Importet nga Bashkimi Evropian do taksohen me 20%, ndërsa ato nga Kina me 34%, duke e quar totalin e tarifave të reja për Kinën në 54%. Vietnami, që kishte përfituar nga zhvendosja e zinxhirëve të furnizimit amerikan pas luftës tregtare të parë me Kinën, do të preket nga tarifa 46%. Të premten, Vietnami ra dakord të nisë bisedime për një marrëveshje tregtare me Trump. Kanadaja dhe Meksika përjashtohen nga tarifat e reja për shkak të një tarife të mëparshme 25% të vendosura nga mallrat që lidhen me krizën e fentanilit dhe që nuk respektojnë rregullat e origjinës së marrëveshjes SBA-Meksik-Kanada. Po ashtu, Trump ka përjashtuar nga tarifat doganore mallrat që tashmë janë të taksuara me tarifa të veçanta 25% për arsye sigurie kombëtare, përfshirë çelikun, aluminin, makinat dhe pjesët e tyre. Administrata e tij publikoi gjithashtu një listë me mbi 1000 kategori produktesh të përjashtuara nga tarifat doganore, me një vlerë totale prej $645 miliardë në import për vitin 2024. Këto përfshin naftën bruto, produktet e rafinuara, barnat farmaceutike, uraniumi, titanin, drurët, qipat kompjuterik dhe bakrin. Me përjashtim të sektorit të energjisë, administrata Trump po heton edhe disa nga kategoritë për vendosjen e mundshme të tarifave shtesë për sigurinë kombëtare.